Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, vjoi këtë të hënë inspektimet në bashkitë bregdetare, duke u ndalur në bashkinë e Shëngjinit. E shoqëruar nga kryetari i bashkisë së Lezhë, Pierin Dreu, ministrja Kumbaro u informua mbi menaxhimin e vijës bregdetare, ndërsa Kumbaro ka ritheksuar rregulloren e re në lidhje me hapësirat publike. Bashkia Lezhë me kompaninë publike që ka krijuar në bazë rregullore së re që ne kemi bërë, mu këtu në zemër të Shëngjinit ka plazhin publik. Siç e shikoni është një hapësirë e mjaftueshme, e madhe, ka dhe të tjera si kjo. Nëse do të ri rehat me çadrën e vet mund të vazhdoj, por përndryshe është një konkurrencë shumë e bukur edhe ndershme që i bëhet plazheve. Dhe me që po flasim për plazhet private, do të jenë kontrollet shumë të rrepta si për zaptimin, por ashtu dhe për respektimin. Bashkia e ofron me kasë fiskale shërbimin e çadrave, Bashkia Lezhë. Të njëjtën gjë do duhet ta bëjnë të gjithë subjektet private që siç presin kupona fiskale në restorant dhe në hotel, do ta bëjnë këtë edhe për çadrat dhe shezlonget që ofrojnë. Sepse jemi absolutisht në mbështetje të biznesit privat që të shtojë të ardhurat, të shtojë ekonominë, por po kështu duhet shlyejmë dhe detyrimet e ndaj shtetit që të mos kemi ekonomi informale. Ajo që është e rëndësishme të themi është që me rregulloren e re praktikisht jo vetëm kemi shtuar sipërfaqen e detyrueshme të plazheve, 30% plus 300 metra në çdo 1 kilometër. Por bashkitë si vjet kanë shtuar vetë në hartën që kanë bërë që në shtator sipërfaqen e plazheve publike, edhe për shkak se mundësinë për plazhe private ne ja japim vetëm subjekteve të cilët kanë një hoteleri. Pra, një restorant nuk mjafton thjesht për të menaxhuar një plazh. Një kiosk, një beach bar nuk mjafton thjesht për të menaxhuar, sepse nuk mund të jetë shezlongu dhe çadra biznesi kryesor. Biznesi kryesor është struktura akomoduese. Kemi nevojë për kapacitete shtretëresh. Dhe plazhi është një shtesë që i shtohet hotelerisë. Pjesën tjetër të plazheve, dhe ne kemi shkuar në llogarinë që bëjmë tani, 50% të plazheve i kemi publike, në shumë nga bashkitë, unë për shembull në bashkinë Shkodër shkon edhe mbi 60%, sepse edhe në ato raste, pra hapësirat lira për pushuesit, hapësirat lira për pushuesit ka plot, dhe nga vit në vit ne përmirësojmë dhe shërbimin publik, që është qoftë nga bashkia, qoftë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, me të cilën kemi dyfishuar forcat për të bërë pastrimin e vijës së plazheve në të gjithë Bregdetin, me përjashtim të Bashkisë Lezhë, e cila ka thënë unë ja dal vetë, ta pastroj dhe ta mbaj pastër 24 orë. Si gjithmonë. Kumbaro u takua edhe me përfaqësues të policisë së Lezhës, ku e vlerësoi edhe komunikimin dhe bashkëpunimin për mbarvajtjen dhe sigurinë e sezonit turistik.